Kolegë të nderuar, para pak javësh ndodhi një ngjarje e rëndë. Një gjyqtar u qellua për vdekje në sallën e gjyqit. Nga ai moment dhe në vazhdim u shpërfaq një ngjarje akoma më e rëndë. Në rrjetet sociale pati një numër jo të vogël reagimesh që u solidarizuan me autorin e krimit. Mbase tani dikush pyet ç'lidhje ka kjo me këtë procedurë shkarkimi të kryetarit të kuvendit, por bëni pak durim. Unë do t'i përgjigjem shkakut të vërtet të kësaj procedure dhe jo pasojës. Shkaku i vërtet nuk jam unë. Nuk është favorizimi i një krau politik kundër një krau tjetër. Vetëm në 2 seancat e fundit, për shembull, majoranca ka folur 291 minuta, kundrejt 439 minuta të opozitës, pra 60% të kohës e ka patur opozita. Shkaku që na sjell në këtë procedurë është fryma antagoniste dhe përçarëse, nga e cila nuk heqim dot dorë. Nuk është shkelja e rregullores apo kushtetutës. Ajo është vetëm etiketa e përdorur gabim. Sepse rregulloria nuk të lejon të fyesh, të shash, të akuzosh, të bllokosh foltoren, të pengosh fjalën e deputetëve të tjerë, apo të vendosësh të mos zbatosh masat disiplinore. Po kushtetuta. Pak gjasa ka të shqetësohesh për Kushtetutën e Republikës, ta respektosh e ta lexosh me kujdes atë. Nëse ti je gati ta flakësh në ajër e madje ta përdorësh librin e Kushtetutës sigur mbi kokën e kundërshtarit politik. Problemi nuk jam unë, por mungesa e vullnetit për t'u angazhuar në një sjellje të re politike. Në respektim real, jo falso, të kushtetutës rregullore dhe traditës parlamentare. Kushtetuta rregullore apo tradita parlamentare garantojnë të drejtat e deputetit, por gjithashtu ndalojnë keq përdorimin e të drejtës. Keq përdorimi i të drejtës duhet të jetë vija e kuqe, ku mbaron e drejta jonë për t'u folur e për t'u dëgjuar. Nëse do të bijem dakord për këtë, ashtu siç na detyron në fakt kushtetuta dhe rregulloria, gërma dhe fryma, ambicia dhe standardi evropian i parlamentarizmit, atëherë nuk do të përballemi me situata të shëmtuara që pamundsojnë zhvillimin e seancës. Por me sa duket nuk është kaq e thjeshtë. Në këtë mocion për shkarkimin e kryetarit të kuvendit na ka sjell rezistenca. Rezistenca për të mos lejuar askënd në pozicionin që unë kam nderin të mbaj, të guxoj, të ndryshoj këtë sallë, nga arenë dhune verbale në arenë të mendimeve alternative dhe politikës konstruktive, apo të shkurajoj personalizimin e diskursit politik, si pjesë e kulturës nga e cila duhet të ndahemi. Ndaj, le ta veshim këtë sallë, ku dhe unë bëj pjesë prej vitesh tashmë, me përgjegjësitë e vërteta edhe shpesh të pathëna. Kjo kulturë që shpesh kultivohet këtu vret shpresat e të rinjve, vret besimin të e nesërmja, vret optimizmin. E sa do e rëndë që mund të tingëlloj për veshët tanë, unë do ta them. Kjo kulturë e urrejtjes këtu ka pjesën e vet edhe në dhunën në shoqëri. Duhet përballemi me këtë të vërtetë të pakëndshme. Parlamenti nuk pasqyron thjesht shoqërinë, por e formëson shoqërinë. Çdo fjalë shqiptuar në këtë sallë jon përtej këtyre mureve. Kur qytetarët ndezin televizorin apo shpletojnë telefonin, na shohin ne, përfaqësuesit e tyre të zgjedhur, të angazhuar në diskursin parlamentar. Pavarësisht nëse e pranojmë apo jo, qoftë për mirë apo qoftë për keq, ne po mësojmë atyre si funksionon demokracia. Si duhet të sillemi kur nuk merremi vesh. Si duhet reaguar kur mendojmë se na shkelet e drejta. Kur merremi me sulme denigruese, personale, kur bërtasim kundër njëri tjetrit, kur i trajtojmë kundërshtarët si armiq, në vend që t'i shohim si shërbëtorë të përbashkët të sëmirës politike,
ne nuk bëjmë gjë tjetër veçse i kthejmë në normë shoqërore këto sjellje. Ne u themi zgjedhësve tanë se kjo është mënyra si duhet veproni kur nuk ju pëlqen mendimi apo vendimi tjetrit. Degradimi i diskursit parlamentar krijon efekt kaskad në gjithë shoqërinë. Kur përdorim gjuhë nxitse, ajo bëhet fjalori i argumenteve të tavolinës së darkës dhe të komenteve në rrjetet sociale. Kur i demonizojmë ata që kanë pikpamje të ndryshme, ne u japim leje fëqinjve të shohin njëri tjetrin me armiqësi. Kur manipulojmë me gjysmë të vërteta, me shpifje, ne gryejmë themelin e përbashkët të fakteve mbi të cilat duhet të qëndrojë debati publik. Incidenca në rritje e gjuhës së urrëties, polarizimi në rritje brenda komuniteteve, vullneti në rënje për t'u angazhuar në dialog përtej ndarjeve politike janë fenomene që nuk dalin në vakum. Ato lulëzojnë në tokën që ne kemi ushqyer me shembullin tonë. E kemi transformuar parlamentin nga një forum demokratik në një arenë lufte. Seancat që kanë degraduar në përplasje fizike, hedhje sendesh apo fjalësh kundër njëri tjetrit, janë në fakt dëshmi e paaftësisë sonë për të shkëputur nga kjo kulturë. Reagimi juaj me këtë mocion është asgjë më shumë se sa përpjekja për ta vendosur kryetarin e kuvendit në presionin e të shkuarës. Pra, të vazhdimit. Unë ju falenderoj që ma jepni mundësinë ta sqaroj edhe një herë. Do të përpiqem e do të bëj gjithçka që kam në dorë, që ky parlament të ngjasoj gjithnjë dhe më tepër një parlament evropian. Natyrisht, jo i vetëm, por me gjithë ata deputet të vjetër apo të rinj, nga të gjithë krahët e politikës, që e kanë vullnetin për të parë drejt të ardhmes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Atë që nuk ja kam lejuar vetes në gjithë jetën time politike, dhe që përkon edhe me frymën dhe me gërmën e rregullores dhe të kodit ton të sjelljes, të ngelur në letër shpeshherë, brenda të drejtës time ligjore dhe legjitime, nuk kam se si ta lejoj për të tjerët. Në jetën time politike, unë nuk kam denigruar askënd. Nga kjo foltore nuk kam sulmuar personalisht askënd. Nuk kam fyer, nuk kam shpifur, nuk kam përdorur emra familjarësh apo individësh, nuk kam shkelur mbi personalitetin e askujt. Edhe e dini, kam drejtuar 13 fushata politike dhe kam fituar 13 herë. Sepse e besoj që suksesi në politik nuk e ka kusht denigrimin. Nëse kërkoni një lloj tjetër personaliteti, ky nuk jam unë. Dhe sot keni mundësinë të votoni pro shkarkimit. Për te modestisë, unë mendoj se kur kjo sjellje politike, pas sulme personale, të mos quhet dobësi, por të kthehet në normë, atëherë ne do të kemi bërë një hap tjetër më afër Europës. Etika e debatit kërkon që ne të angazhohemi në argumente të fortë, jo në karikatura të dobta. Etika na kërkon të modelojmë përullësi intelektuale, pra pranimin që edhe mund të jemi gabim, që edhe mund të mësojmë nga ata me të cilët nuk bëjmë dakord. Gjua nuk është neutrale. Fjalët mund të ndriçojnë ose të errësojnë, të bashkojnë ose të ndajnë, të shërojnë ose të vrasin. Gjua kocka s'ka, por kocka thyen, thot populli. Kur ne vendosim gjuhën politike si armë, duke folur për kolegët tanë si armiq, ne kontribuojmë në një kulturë politike në të cilën dhuna, qoftë retorike apo fizike, bëhet opsion. Në rastin më të keq, kultura që kemi lejuar të zhvillohet, i kthen diferencat politike në kërcënim ekzistencial, pra vret. Qytetarët fillojnë të shohin ata që votojnë ndryshe jo si fqinj me prioritetet ndryshme, por si armiq që duhen mundur me çdo kusht dhe me çdo mjet. Kur institucionet respektuara si parlamenti modelojnë retorik përqarse dhe armiqësore, këto tendenca vetëm përshpejtohen. E si mund të mbjetohet demokracia kur qytetarët e shohin gjysmën tjetër të bashkëqytetarëve të tyre si pjesëmarrës të paligjshëm në jetën demokratike? E megjithatë, ky është pikërisht bot kuptimi që ne kultivojmë kur angazhohemi në retorik ndarse, e kur e trajtojmë kompromisin dhe konsensusin si tradhti. Ne nuk mund të vazhdojmë në rrugën ku jemi,
duke kontribuar në polarizimin dhe fragmentarizimin e shoqërisë sonë. Duhet të njohim përgjegjësinë dhe mundësinë tonë unike për të modeluar një shoqëri më të mirë. Demokracia e fuqishme kërkon debat të fuqishëm, por fuqia nuk duhet përmbajë dhunë. Opozitarizmi nuk duhet ta përjashtojë respektin. Devotshmëria ndaj partisë nuk duhet të merret dhe të matet me aftësinë për sulme personale. Ne mund të mos blihem dakord me forcë, ndërkohë që pranojmë angazhimin tonë të përbashkët ndaj vlerave demokratike. Ne mund të kritikojmë ashpër politikat apo projektligjet, ndërkohë që tregojmë mirësjellje ndaj atyre që i propozojnë ato. Ne mund të mbajmë të forta bindjet tona, ndërkohë që mbetemi të hapur për bindjet dhe dëshmitë dhe argumentet. Askush nuk humbi politikisht nga seanca e fundit. Opozita mori kohën që i takon, çdo deputet, pavarësisht partisë që përfaqëson, pati mundësi të flasë në çdo pikë të rendit ditës. Institucionet e pavarura patën mundësi të raportojnë e të përgjigjen pyetjeve. Deputetët patën mundësi të bëjnë komentet e tyre mbi përgjigjet. Pra një hapësirë normale politike e demokracisë. Unë ju ftoj të krijojmë së bashku pikërisht këtë mjedis normal, ku debati politik zhvillohet në normalitet dhe në liri të plot, fjalë dhe veprimi politik, për sa kohë që nuk shkel në lirinë e tjetrit. Unë bëj thirrje sot për një ndryshim themelor në kulturën parlamentare, një ndryshim që njeh rolin ton si shembull demokratik dhe pranon peshën ton në çdo përgjegjësi. Faleminderit. Faleminderit.